Për të kuptuar lindjen e shtetit të Izraelit, sipas historianit hebrej Ilan Pape, nuk mjafton të fillohet historia në vitin 1948. Ajo duhet kërkuar shumë më herët, në kulmin e luftës së parë botërore, kur perandoria britanike nisi të riformësonte hartën politike të lindjes së mesme mbi rrenojat e perandorisë osmane. Në vitin 1917, ndërsa lufta ende vazhdonte, ministri i jashtëm britanik Arthur Balfour publikoi dokumentin që do të ndryshonte përgjithmonë fatin e Palestinës. Përmes deklaratës së Balfourit, Britania shpalli mbështetjen për krimin e një atdheu kombëtar për popullin hebre në Palestinë. Për Papen, kjo ishte një ngjarje pa precedent në historinë koloniale. Një fuqi perandorake premtonte një territor që nuk e zotronte ende një populli që jetonte kryesisht jashtë tij, pa kërkuar pëlqimin e shumicës së banorëve vendas. Në atë kohë, mbi 90% e popullsisë Palestinës ishte arabe, ndërsa hebrejt përbënin vetëm një pakicë të vogël. Pas përfundimit të luftës së parë botërore, Palestina kaloi në administrimin britanik përmes sistemit mandateve të lidhjes së kombeve. Zyrtarisht, Londra kishte detyrim të përgatiste territorin për veçqeverisje. Megjithatë, sipas Papes, administrata britanike ndërtoi paralelisht institucionet që do të shërbenin si bazë për shtetin e ardhshëm hebre. Gjatë viteve të mandatit britanik, u krijuan administrata, struktura ekonomike, institucione financiare dhe organizata të sigurisë që fuqizuan komunitetin hebre në Palestinë. Ndërkohë, shumica arabe nuk gëzonte të njëjtin nivel autonomie politike apo mbështetje institucionale. Një element vendimtar ishte politika e migracionit. Me mbështetjen britanike dhe organizimin e lëvizjes sioniste, dhjetra mijëra hebrej nga Europa u vendosën në Palestinë, sidomos pas ardhjes në pushtet të nazistëve në Gjermani. Ritmi i emigrimit u rrit ndjeshëm. Në të njëjtën kohë, organizatat sioniste blenë sipërfaqe të mëdha toke përmes fondit kombëtar hebre. Sipas Papes, kjo nuk ishte thjesht një proces ekonomik, por pjesë e një projekti kolonial të vendosjes, ku toka transferoi në pronësi kolektive hebreje dhe u jepej me përdorim vetëm kolonëve hebrejnë. Kjo solli zhvendosjen graduale të shumë fshatrave palestinez dhe rriti tensionet mes dy komuniteteve. Paknetësia arabe shpërtheu në revoltën e madhe të viteve 1936-39. Palestinezët kërkuan ndalimin e emigracionit hebre dhe fundin e administrimit britanik. Përgjigjja e Londrës ishte ushtarake. Revolta u shtyp me forcë, mijëra palestinezë u vranë ose u burgosën, ndërsa elita politike dhe ushtarake palestineze u shkatrua pothuajse plotësisht. Papa argumenton se ky ishte një moment vendimtar. Kur konflikti hyri në fazën përfundimtare, një dekadë më vonë, shoqëria palestineze ishte shumë e dobësuar, ndërsa institucionet sioniste ishin bërë më të organizuara dhe më të fuqishme. Në fund viteve 1930, për shkak të interesave strategjike në botën arabe dhe afrimit të luftës së dytë botërore, Britania ndryshoi pjesërisht kurs. Libri i bardhë i vitit 1939 parashikonte kufizimin e emigracionit hebre dhe premtonte një shtet të përbashkët brenda 10 vitesh. Por sipas Papes, ky ndryshim erdhi shumë vonë. Infrastruktura politike, ekonomike dhe ushtarake e projektit sionist tashmë ishte konsoliduar. Pas Holokaustit, presioni ndërkombëtar për zgjidhjen e çështjes hebreje u rrit ndjeshëm. Britania, e lodhur nga konfliktet në Palestinë dhe nga kostot e administrimit të mandatit, vendosi t'ia kalonte çështjen Kombeve të Bashkuara. Në vitin 1947, OKB-ja miratoi planin e ndarjes së Palestinës në një shtet hebre dhe një shtet arab. Udhëheqja sioniste e pranoi planin si bazë për krijimin e shtetit, ndërsa pala arabe e refuzoi, duke argumentuar se ai cenonte të drejtën e shumicës së popullsisë vendase. Sipas Ilan Papes, lufta që shpërtheu menjëherë pas planit të ndarjes nuk ishte thjesht një konflikt mes dy komuniteteve. Ai argumenton se udhëheqja sioniste kishte përgatitur një strategji ushtarake për marrjen në kontroll të territorit caktuar për shtetin hebre dhe zonave përreth. Në librin The Ethnic Cleansing of Palestine, Papa e lidh këtë strategji me planin Dalet, të cilin ai e interpreton si bazë për dobimin sistematik të një pjesë të madhe të popullsisë palestineze. Ky interpretim është objekt debatesh mes historianëve dhe nuk përfaqëson konsensusin e plot akademik. Më 14 maj 1948 u shpall zyrtarisht shteti i Izraelit. Të nesërmën shpërtheu lufta me shtetet arabe fqinje. Në fund të konfliktit, Izraeli kontrollonte një territor shumë më të madh se sa ai që ishte caktuar nga plani i OKB-s. Rreth 750.000 palestinezë u larguan ose u dëbuan nga shtëpitë e tyre gjatë luftës. Për palestinezët, kjo periudhë njihet si Nakba, katastrofa,
dhe mbetet një nga ngjarjet më përcaktuese të historisë së tyre moderne. Për Ilan Papen, krijimi i Izraelit nuk mund të kuptohet si rezultati vetëm i luftës së vitit 1948 apo i pasojave të Holokaustit. Ai argumenton se procesi kishte filluar dekada më herët, gjatë administrimit britanik, përmes politikave që favorizuan zhvillimin institucional të projektit sionist, emigracionin hebre dhe transformimin gradual të realitetit demografik dhe politik të Palestinës. Në këtë këndvështrim, Britania nuk ishte thjesht administratore e mandatit, por aktori që krijoi kushtet politike, juridike dhe institucionale mbi cilat u ndërtua shteti i Izraelit. Ky interpretim i Ilan Papes mbetet një nga analizat më të njohura kritike të rolit britanik në historinë moderne të Palestinës dhe vazhdon të jetë pjesë e debatit historiografik ndërkombëtar.